Dhe kështu pam dhe trailerin nga filmi i shkurt Brenda për Brenda. Vegim Ramani është producent në këtë film dhe Fortuna Aliu është aktore. Për shumë është një film ku përbërja aktorëve, po dhe ashtu dhe realizimi pëthoj se është bërë nga rinia. Po. Filmi Brenda për Brenda pra është filmi metrazhit shkurt i cili është krijuar në kuadër projektit Breaking Stereotypes, i cili pra synon shfaqjen e problemeve me të cilat ballafaqohen trend dhe shembjen e stereotipeve mbi to. Tema e parë pra e filmit janë çrregullimet psikologjike që kryesisht shfaqen në adoleshencë, por në shumicën e rasteve injorohen ose konsiderohen të zakonshme. Çrregullimet që janë prek me këtë film janë pra ankthi, të stërmenduarit, depresioni, çrregullimi i humorit dhe çrregullimi kufitar. Keni pasur mbështetje nga ideja fillimisht për të realizuar këtë film? Ideja pra ka qenë e Merisa Abdullahut, ndërsa mbështetjen e kemi marrë nga Forumi për Iniciativa Qytetare, ku i përshëndes shumë për krajen gjatë gjithë kohës dhe përshëndes shumë drejtoreshën Dajana Berishën që gjatë gjithë kohës na ka përkrahur dhe na ka ndihmuar për realizimin e projektit. Po, si është ardhur deri tek mbledhja e kësaj ekipe për të realizuar këtë film? Për shohim që, për shembull, Fortuna nuk është aktore profesionale, nuk ka filluar ende faktikisht studimet për aktrim. Fortunë, se ke gjetë vetën ti në këtë film? Në fakt, unë veç kom qenë pjesë e skenës, për që kom qenë shumë e vogël. Dhe në fakt, pse ju ma firmu në këtë projekt, ka qenë se unë e Merisën, dhe me thonë iniciatore në këti projekti. Në fakt, e kom shoqe prej dikun klasës 6, dhe kësha dash pak me folë për to, për arsye se, dhe me thonë, prej asoj moshe, ajo veç ka pas gjithmonë ideja, cila ti ka shtjellu, dhe jo gjithmonë që kanë ra, dhe me thonë, për kraje, po për ma anë, dhe me thonë, të forumit për iniciativa qytetare, ka gjithë edhe mbështetje financare për me bu, dhe me thonë, një projekt ka që filantrop prej anës sana. Unë, dhe me thonë, pe që jo merë me aktrin prej e vogël, kjo e ka ditë dhe kjo ka qenë, dhe me thonë, një mbledhje paka shumë e shoqnisë që e kemi ditë që ka me në ndimu, edhe që, dhe me thonë, janë të hapën për me ndimu edhe këti grupit të njerëzve që kanë, dhe me thonë, probleme me çrregullimet personale. Dhe unë e kom lujt një vajzë që ka pas, dhe me thonë, çrregullimin kufitar ose borderline disorder. Këta persona zakonisht janë persona që kanë probleme, dhe me thonë, mas shumë ti, ata janë shumë të vetëdijshëm për problemet që i kanë. Edhe jam shumë të vetëdijshëm për disa, dhe me thonë, çrregullime. Sa ka qenë sfiduese për ty? Ka qenë sfiduese për arsye se ta luash një rol të tillë dhe do thotë të bësh pjesë e një personi me atë lloj çrregullimi. Ka qenë sfiduese për arsye se ndërkohë që i kom marrë informacionet për këtë smundje, ndërkohë që dhe me thonë i kom bo ato kërkimet e mia, nuk e kom ditë bashku me u bazu për kërkime për arsye se nuk kom qenë e sigurt a jam të i marrë informatat e duhura, a jam të interpretu që shduhet për arsye se është temë shumë delikate. Dhe janë zakonisht persona që hahen shumë me të vetveten, e din shumë që i kanë problemet me vetveten edhe e ndërshkojnë vetveten për çato arsye. Dhe janë persona që zakonisht, po, 10% e tyre vdesin prej vetvrasjes. Tu ka dash shumë punë? Kanë qenë disa për të arritë që ta realizosh kanë qenë të rolin sa më detaje. mirë? Mi pas, dhe me thonë, ka dash pak me pas mi hangër thajte, mi pas dëp, dhe me thonë, pe i levizjeve tyne pak të irritume që i kanë, mi shti pak në atë funksionin teme që me tregu pak ma gjatë. Po, të kthehemi pak edhe tek producenti, tek Vegimi. Vegim, nga ideja pikërisht për këtë lloj teme? Ideja ka qenë e Merisa Abdullah dhe ka kërkuar ndihmën prej neve, sidomos realizohet nga të rinjt. Po, kryesisht krejt janë të rinj, vetëm profesori që Labinotin që përshëndes. Ideja ka qenë e Merisës dhe diçka ma ndryshe me punu, diçka në këtë drejtim për mi ndihmu adoleshentë pra që i vujnë nga ankthi, depresioni, çrregullimet e ndryshme, jo vetëm nga ana sociale, por edhe nga psikologjike, pra nga ana profesionale, si psikologët, pedagogët, arsimtarët, profesorët, varësisht nga rasti konkret, edhe t'i ndihmojmë, se kjo temë ka ma shumë tabu, e kemi dash me shfaq diçka ma ndryshe. Pra, mujna me cikë se ky film u shfaq, traileri i filmit të shfaq edhe në çmimet Fides, por ashtu edhe ka fitu edhe vendin e parë Youth Film Fest. Edhe... Ka nisë me sukses. Po. Dhe sot dhe kemi premierën, në ora 5:30 në kinema në ABC.
Keni në mana ABC. Po. Do thot keni ba mjaftueshëm, e keni reklamu mjaftueshëm, do thot premierën e sotit. Jemi mundu sa ma shumë që kemi mujtë në kuadrë, do me thonë, kjo ka qenë kretet, do me thonë, me anë trive që është bo dhe marketingu ka qenë nga anë jonë që kemi mundu përmes social media, përmes, do me thonë, faqeve në online, që jemi mundu, do me thonë, me tregu sa ma shumë njerëzve, pak për iniciativën tonë, për shka ka qenë projekti, edhe, do me thonë, që shta edhe vegimi që kjo është një grup që është mjaft i diskriminum. Kjo është një grup i vogël që na, do me thonë, diskriminojna pa dashje, për arsye se jemi në një farë mënyrë ignorant ose nuk jemi shumë dvedishëm për çka janë këto probleme. Na si trije kemi pa që do me thonë që moshatarët tonë, veç ma shumë po i kanë këto probleme, po i kanë këto çrregullime. Edhe ne për shumë, do me thonë, të arsyeshme që njerëz me e ditë që në fakt edhe pse këta janë të veçantë me një farë mënyre, nuk janë, do me thonë, nuk është najsen keq me ta, nuk është që ata nuk mundën, do me thonë, me afirmu në shoqnin tonë, po jo me afirmu në mënyrën që shna i kemi kriju stereotipe, do me thonë, me lanë hapësirë me afirmu ata që shka nevoj me afirmu në shoqri. Po, mendoni do thotë që është ardhë me një mesazh të mirë ky film? Besoj që po. Deri tash, do me thonë, qysh e kemi gjetë për krahjen edhe qysh na u kanë afru njerëz, po. Si zhvillohet ngjarja? Ngjarja, do me thonë, është 10 minuta, edhe është ma shumë e krijume, po, është ma shumë, do me thonë, njerëz që shohin pak në kry. Nuk është në formë dialogut filmi. Në film tregon vetëm si përjetohen ato, si shfaqen simptomat, po. Po, apo hynë edhe ndonjë trajtim? Jo, trajtimi nuk hynë. Veç shfaqe atyre? Përveç fakti që na i ballafaqojmë, do të thonë, njerëzit që nuk kanë probleme, do të thonë, me çrregullimet personalitetit, bashkë me ata që i kanë, si prindin me djalë ose profesorin me nxënës, edhe e tregojmë, do të thonë, se si ata i trajtojnë fëmijën e tyre ose nxënësin e tyre pa e ditë që këta në fakt e kanë një çrregullim. Mi kuptu në atë mënyrën e vetë. Me ditë që i kemi, do të thonë, prezent. Ka rritë Fortunë, do thotë ta kesh një këndvështrim më ndryshe pas këti roli? Unë për vete kom pas... Sa i për keq rregullimit të ankthit? Ju mbo shumë emocionali tash ndaj këtyre persona për arsye se thjesht në njëherë më ka kujtu dikush që... Je bo ma empatike. Ku mujt me menu që dikush ka mujt me pas. Ka mujt me mu kujtu dikush që ka pas simptomat e ngjashme. Ka mujt me mu kujtu një rast që e kom pas që ka qenë, do me thonë, i gjykum për tjerve. Edhe thjesht im një keq që nuk kom qenë një prej atyre që e kom ditë, atëherë edhe po një mirë që tash e di. Nëse kam nevoj mu ballafaqu me dikën. Po për ty Vigim, si producent i ri? Kjo ka qenë ma shumë për mi ndimu ashtu dhe mi pranu në shoqni që mos me pas kësi loj për mos me ardhë deri të çrregullimet ma të mdhaja dhe edhe për ma shumë për prind me kuptu që këto nuk janë, nuk mos mu injoru se nuk janë zakonshme, çdo i ri mënet mi pas edhe do të mu pranu e jo mi injoru. Edhe shkuret të psikologu do i ndihmoj shumë. Me di do me thonë që shme i trajtu. Se puna është sa do, se cili person është shumë i veçantë në vetë vete. Për t'i afru këta njerëz, socializimi i tyre do thotë mos ta nashkalohon. Se cili individ do isha me thonë që është shumë i veçantë edhe është shumë unik. Edhe se cili prej neve ka nevoj ma afirmu ndryshe shoqni. Asnjëri prej neve nuk mundëm krejt do me thonë njëjtë me qenë, do me thonë thjesht me qenë, thjesht nuk mundë me qenë krejt njëjtë. Edhe se cili kemi kapacitetet tona. Edhe këta pse janë veçanë, do me thonë i kanë kapacitetet të tyre. Mi kalu këto. Nuk janë diçka ma keq, ma ndryshe. Ndryshe nuk është keq, në një fjallë. Për ndryshe përveç Fortunës, kush tjetër luan në këtë film? Aktorët, pra janë Gjergjuka, Andi Bajgora, që ka lujtë edhe në filmin Shok, Ron Gjyshinca, Labinot Lojqi, Ardit Fetao, Anila Erliu, Floris Bajgora, ndërsa skenarin e ka shkru Art Mikolovsi, regjin e ka bu Arjan Bytiqi dhe Art Mikolovsi, pra gjithashtu i ka ndimu me bu regjin. Edhe këta që të dy janë tri? Po, pra, këtë filmi është bo prej neve trive. Prej rinis? Po, prej rinis. Po, mendoni të thotë që të organizoni edhe do një prezentim ose diçka në shkolla, në vendet ku e përfaqësoni? Po, kemi me vazhdu, në basë projektit Breaking Stereotypes, kemi me vazhdu edhe në për shkolla, me informu rreth këtyne çrregullimeve ndryshme që mund të mi pasë secili prej neve. Pra, në basë premierës kemi pas aktivitetet ndryshme, pra, ndë prej aktivitetet ka me kanë që kemi me shku edhe në shkolla, të rinia mas pari me informu për këto çrregullime që mundën mi pas gjithë kësh.
Ndoshta me falenderu edhe shumë për që kena gjetë për kraje prej shumë sponsorave ndryshëm, që ka qenë Meridian Expressi, City Bakery, Rezidenca LTD, Jaha Energy, që na kanë ndihmuar gjatë gjithë kohës me donacionet ndryshme për realizimin e krejt këtij projekti, këtij filmi. Sa zgjat ky film? Është i metrazhit shkurtër 10 minuta. 10 minuta, dhe sot do t'jetë... Premiera, ka me qenë Kinoman ABC, prej orës 5:30 me së ardhën kush do në me ardhë. Pa tjetër. I keni informuar edhe nxënësit e shkollave? Po, i kemi... Apo e keni përdorur vetëm rrjetin social? Prej, do me thonë, edhe prej njerëzve që i kemi njohë që merren me art, edhe prej njerëzve që... Do me thonë, kemi marrë njerëz për fushave të ndryshme, që kemi mendu që kanë qef me pa, që janë të interesum. Jemi mundum, do me thonë, mi përshtat publikut në general, kështu. Po. Në gjithësi. Po, Fortunë, dua ta bëj një pyetje personale. Tash, ende s'ke fillu studimet në aktrim? Jo, ende jo. Po, qysh e vogël që në ke marrë me aktrim? Mendon të fillosh studimet e aktrimit? Bësh një aktore? Preso më Fortunën si aktore të arshëm? Shpresoj që po. Shpresoj shumë që po. Unë tash jam vesh... Cila është arsyeja, për shembull, që ke dëshirë, që zgjon dëshirën për të bërë aktore? Më pëlqen fakti që zakonisht më pëlqen punë që ka një iniciativë, më pëlqen punë që mund me dhënë një mesazh, edhe me anë, do të thonë, kur je aktore, mundesh me dhënë mesazhin ton. Edhe nuk je, do të thonë, gjithmonë njëjti person, ki aftësi edhe ki mundësi për me qenë, do të thonë, persona tjerë që kanë probleme tjera, që kanë, do të thonë, me kuptu botën e tjerëve. Është shumë psikologjike, është shumë, do të thonë, diçka që ti duhesh me pas aftësi për me përcjell tek tjerët. Në këtë rast, do me thonë, që këtë projekt më ka pëlqyer shumë se brenda që në 10 minuta ne po mundohemi me vedisu njerëz, ne po mundohem që momenti që dalim prej kinemas, prej me dal me një informacion që se kam pas. Edhe prej me mbet diçka, me mbet diçka që mund m'ja tregu dikujt tjetër, me mbet diçka që prej me ndryshu disa jetë njerëzve. Me pas një mesazh. Po, me pas një mesazh drejtën. Keni gjetë mirë kuptim bashkëpunim edhe me mësimdhënësit e shkollave? Po, na kanë ndihmu. Keni pasë bashkëpunim edhe me psikologët të shkollave, se tash ka, në shumicën e shkollave ka dhe psikologët të shkollës? Na kanë ndihmu pra ma shumë rreth kësaj çështje, pra për këto rregullime na kanë informu sa janë përhapura në Kosovë. Kur do të filloni tash me prezantimin? E keni në 2017 si pretendim? Po, në janar kemi me fillu pra prezantimin nëpër shkolla dhe të filmit, edhe për t'i mbajmë disa ligjërata për vedisimin e trembëve për këto rregullime. Do të realizohet vetëm në qytetin e Prishtinës apo edhe në qytete tjera? Hala nuk e kemi vetëm Prishtinë, po tani të fillojmë qysh. Edhe qytetet e tjera. Mirë vegem, t'ja u kujtojmë edhe njëherë gjithë shikuesve për filmin e shkurt Brenda për Brenda, kur do të mbahet premiera, ku dhe në sa ora? Premiera ka më mbajt sot, në ora 5:30 Kineman ABC në Prishtinë, te Nëna Terez, te Kinemaja ABC. Te Kinemaja ABC, 5:30. Po. Mirë, jeni të ftuar gjithë të interesuare. Ju falenderoj shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit. Suksese si producent i ri në këtë lami, shpresojna se kemi me pas producent ma vonë edhe me përvoj, ta vazhdosh këtë punë. Po ashtu dhe Fortuna si urojmë sukseset pranohet, Fakultetin e Arteve, edhe të ketë suksesi aktore. Faleminderit shumë. Edhe urime viti ri 2017. Faleminderit. Se dhe pak dit nga kanë metë. Shëndet dhe mbarësi, gjithat mirat për 2017 shumë. Faleminderit. Po shpresojna njëherë me pas sukses në rajon të Prishtinës edhe mastaj me vazhdu edhe në rajone tjera me përhap, për arsye se sa ma shumë që përhapet, do me thonë edhe në rajone që s'ka aq shumë njerëz të afirmu me projekte të reja, që është ma mirë ka me qenë. Mirë, faleminderit edhe njerë. Faleminderit. Faleminderit. Miq të dashur, kështu erdhi fundi të programit të mëngjesit për ditën e sotme, po ne duhet t'i falenderoj gjithë ata që na kanë mbështetur, duke filluar nga Event Decor për dekorimin e studios tonë të programit të mëngjesit, si dhe butikun Arsenal që është kujdesur si çdo që kujdeset për dukjen time. Deri nesër, unë ju përshëndes, kaloni sa më mirë dhe takomi nesër prapë me programin e mëngjesit deri në orën prej orës 7:15 deri në orën 9:15 minutave, gjithsej 2 orë. Deri atëherë, kaloni sa më mirë, shihemi nesër.